Në autostradën Tiranë-Durrës po vijohet me fazën e tretë të punimeve për zgjerimin e aksit rrugor. Pas hapjes së 6 kilometrave të parë, tashmë punimet janë përqendruar në segmentin nga mbikalimi i Rinasit në drejtim të Limuthit. Po punohet me mbushjen e trupit të rrugës, ndërsa kanë përfunduar punimet për muret mbajtëse. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ami Kozeli, inspektuan nga afër punimet ku deri më tani janë realizuar afro 30% e tyre. Hapja e 6 kilometrave të parë ka lehtësuar ndjeshëm lëvizjen qarkullimin e automjeteve, ndërsa po vijohet me fazën e tretë, duke pasur objektiv përfundimin e saj brenda një kohe sa më të shpejtë për t'i dhënë një frymëmarrje lëvizjes edhe në këtë segment rrugor. Atë Ministër, kjo fazë kontrate përfshin zgjerimin e trupit të rrugës në 3 kursi plus 1 emergjencë, sikur se dhe thatë, pra ato që janë në zbatim në dy fazat e parë dhe që janë hapura tashmë për trafik. Ndërkohë që përfshihet gjithashtu edhe mbikalimin në disnivel ose nyja në disnivel e Laknasit dhe ndërtimi i mbikalimit të ri të Kasharit, që do të jetë me strukturë metalike me gjatësi 94 metër të gjatë. Ecuria e punimeve, ne sot që flasim jemi në 26% punimet situacionore dhe konfirmuara nga ARSH. Këtu punimet në fakt janë të hapura në disa fronte. Ne aktualisht ndodhemi në frontin ku ndodhet mbushja dhe ndërtimi i boksit dhe i tombinos. Për sa i përket shqetësimit të banorëve për 6 kilometrin e parë të Tiranë-Durrës, për sa i përket mbikalimeve të qytetarëve dhe ndërlidhjen e zonave të banuara aty. E di që ju si ARSH e keni ndjekur me prioritet, e keni diskutuar disa herë dhe keni patur dhe një procedurë konkurruese për ta përmbyllur. Ku jemi me atë fazë? Kjo kontratë, Ministër, është nënshkruar tashmë, sot që ne flasim është nënshkruar dhe do të nisin punimet, është kontrata e arrendimit urban. Këtu janë përfshira 6 mbikalime, përgjithsisht në pozicionet ku kanë qenë më përpara. Mund të ketë devijime të vogla pra në metra, por jo në distanca të mëdha, sepse tani këto mbikalime janë të gjata 2 fish. Janë 72 metër linear të gjata për shkak zgjerimit të trupit të rrugës. Kështu që me kontratën e arrendimit urban, ne prioritet të parë dhe absolut kemi vendosën e mbikalimet këmbësorëve, pasi aty janë një komunitet i tërë njerëzve që lëvizin dhe që kalojnë nga një kraj tjetër i rrugës, por kjo si kontratë përfshin shumë elementë, pasi janë barrierat akustike për në qendrave të banuara ose dhe bizneseve, janë riveshjet shtresave asfaltike në mbikalimin e Kaza Italias, është riveshja e tunelit të sheshit Shqiponja, kemi gjithashtu disa përmirësime që ndodhen rrugëve dytësore në nënkalimin e Limuthit. Gjithashtu është edhe gjithë gjelbërimi. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë kërkoi që projekti të adresojë edhe shqetësimet e komunitetit dhe bizneseve që operojnë në zonë për të pasur akses në aksin rrugor. Sa i takon mbikalimeve për këmbësorët për gjatë 6 kilometrave të parë të autostradës, ministri tha se shqetësimi i ngritur nga banorët pak javë më parë tashmë ka gjetur zgjidhje.